Muslimanët e sunduan Sicilinë nga viti 831 deri në vitin 1072, kur aglebitët nga Tunizia kaluan detin Mesdhe edhe e morën Sicilinë. Ata e shpallën Palermën, kryeqytet të Sicilisë apo Emiratit të Sicilisë, të cilën e quajtën në arabisht Balermo. Sipas shumë kronikanëve, qyteti Palermës apo Balermos në gjuhën arabe i ngjante në strukturë të ndërtimit shumë qytet të Kordobës, ishte i ndërtuar me gur. Në qendër të qytetit ishte një lum i madh, i cili ndonte lumin në qendrat jo urbane ndërmjet 4 ujvarave. Çka e karakterizonte qytetin e Sicilisë ishte se kishte shumë pallate, kishte shumë sheshe dhe kishte një universitet, i cili quhej Universiteti Balermos, që konkuronte për nga cilësia dhe për nga numrin i studentëve me Universitetin e Kordobës, po ashtu kishte shumë pallate, shumë kopshte, edhe ishte një qytet shumë i bukur. Sipas kronikanëve, të cilët e kishin vizituar Sicilinë gjatë periudhës që udhëhiqej nga ana e muslimanëve, në Sicili u prodhuan shumë agrumet, investua shumë në pemtari, ku dy llojet më të njohura ishin ulliri edhe fiqi, kallam sheqeri, edhe agrumet të tjera, të cilat vinin nga lindja dhe kur futeshin për në Andaluzi, kalonin përmes Sicilisë. Diçka interesante të cilën e kishte Balermo në këtë kohë, ishte se i kishte rreth 300 xhami gjatë periudhës së sundimit të muslimanëve. Diçka tjetër të cilën mund të cilësohet në Sicili është sepse civilizimi islam fillimisht u zhvillua në Sicili e më pastaj vazhdoi atë bumin e vërtet në Andaluzin, e cila ishte në anën perëndimore të detit Mesdhe. Diçka tjetër interesante është sepse nga Sicilia filluan edhe zgjerimet muslimanët të cilët ja bënën Otrantos, Tarantos, Barit dhe sidomos rrëthimit të Vatikanit, video të cilën do ta shpjegojmë në videot në vazhdim.